إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plotfuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devion s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet e selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi pak ditë larg hyrjes së një prej periudhave më të mëdha dhe më të vlefshme të vitit. Po afrohen 10 ditët e Dhulhijhes, ditë që për vlerën edhe rëndësinë e tyre e din shumë pak njerëz. Për arsye se vërtet Ibn al-Jauzi dhe shumë ulema të tjerë përcjellin se muslimanët e hershëm, muslimanët e mirë, të devotshëm dhe të hershëm e konsideronin domosdoshmë gjatë tërë vitit i dallonin disa faza apo disa stinë në të cilat shpeshtonin veprat dhe adhurimet e tyre. Mirë po, në përgjithësi i dallonin 10 ditësha. 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit, 10 ditëshin e parë të muajit të Dhulhijhes, që është muaji i 12 sipas kalendarit hënor, edhe 10 ditëshin e parë të muajit Muharram, që është muaji i parë sipas kalendarit hënor. Këto 30 ditësha i dallonin. E tash, shumica e jonë, vëllezër të nderuar, për 10 ditët e Ramazanit e kemi parasysh, ndoshta edhe në Ramazan hoxhallarët flasin më shumë dhe kontakti me hoxhallarët është më i madh dhe shumica e njerëzve e din vlerën e tyre dhe prandaj edhe shpeshtojnë adhurimet në këto 10 net dhe 10 ditë të Ramazanit me agjerime, me falje namazit e kështu me radhë, veçantë apo më shumë se sa ditët e fillimit të Ramazanit. Mirë po, ajo që është e pazakont apo jo mirë, me thonë kushtimisht, është fakti se qëto 10 ditët e Dhulhijhes, të cilët i kemi para vetes, tash edhe 2-3 ditë hymë në to, futemi në to, këto ditë janë më të vlefshme se të gjitha sezonat apo kohët e vitit në përgjithësi. Madje janë më të vlefshme edhe sa 10 ditët e Ramazanit. Pra 10 ditët e fundit të Ramazanit. Prandaj ulemat kur flasin në lidhje me këtë, dietar ton hoxhallarët e respektuam theksojnë se ditët e Dhulhijhes janë më të vlefshme se çdo ditë tjetër, madje më të vlefshme edhe sa të Ramazanit, kurse netet më të vlefshme janë netet e Ramazanit, për shkak se në këto net gjendet edhe nata e Kadrit. Sidoqoftë, ajo që ka po du me e potencu edhe me pas parasysh vëllezër të nderuar është që këto 10 ditët e Dhulhijhes janë më të vlefshme se çdo ditë tjetër, çdo 10 ditë tjetër gjatë tërë vitit. Si ndodh kjo? Apo si është e mundur kjo, madje me qenë më të vlefshme se sa ditët e Ramazanit? Këtë e sqaron më së miri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na e bën me dije në një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë, të cilën e shënon Buhariu në koleksionin e tij dhe të tjerë koleksionues të tjerë, nga Ibn Abbasi
një sahabi i njohur thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: Ma min ayamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam. Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë ditë në të cilat vepra e mirë është ma e dashur tek Allahu i Madhërisht se sa në këto 10 ditë të Dhul-Hijjes. Pra nuk ka asnjë kohë, asnjë ditë, asnjë muaj, asnjë javë që vepra e mirë në të vlerësohet tek Allahu i Madhërisht dhe është ma e dashur te Zoti i Plotfuqishëm se sa që njeriu t'i bëj brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes. Edhe sahabët janë habit, janë çudit nga ky vlerësim, që do të thonë vepra e mirë me qenë ma e vlefshme edhe me arrit grada shumë të larta se çdo vepër tjetër që bëhet në jashtë këtyre 10 ditëve. Edhe një sahabi thotë: "O i dërguar i Zotit, a çast vlefshme janë? A është ma e vlefshme vepra e mirë në këto 10 ditë apo xhihadi, lufta në rrugën e Allahut të Madhërisht?" Për arsye se neve e dimë se çfarë pozite ka xhihadi në rrugën e Allahut të Madhërisht, pra lufta që njeriu ta sakrifikojë jetën e tij dhe ta vëj në sakrificë jetën e tij kundër armikut, me i dalë përballë edhe me qenë do thot situata në këtë rrethon, nuk është punë e lehtë, prandaj edhe është ma e vlefshme, prandaj edhe kanë kërku apo kanë nxit si kërkim sqarimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ma e vlefshme se sa xhihadi në rrugën e Allahut të Madhërisht. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: po, është ma e vlefshme se sa kur njeriu i del armikut përballë edhe lufton, është ma e vlefshme vepra e mirë në këto ditë të Dhul-Hijjes se sa kjo. Përveç e ka përjashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atij njeriu që del në këtë rrugë, pra për i del armikut përballë me veten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehet nga kjo asgjë. Atëherë kjo mundet me te i kalu veprën e mirë në këtyre 10 ditëve. Prandaj vëllezër të nderuar, po e shohim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa e jashtëzakonshme, se sa çfarë mundësie është për secilin prej neve me e arrit veprat mira në këto 10 ditë të Dhul-Hijjes. E si ndodh kjo? Apo me thon kushtimisht arsyeja pse Allahu i Madhërisht e ka ngrit vlerën e veprave në këto 10 ditë të Dhul-Hijjes nuk është vetëm ashtu, pa ndonjë arsye apo fshehtësi që i bartë me veti dhe urtësi që i ka këto 10 ditë të Dhul-Hijjes janë të shumta. Edhe unë po du vetëm me i përmend disa prej tyre për me e kuptu urtësinë dhe vlerën e këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes. E para, janë ditë, pra brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes është një ditë në cilën ka zbrit edhe një ajet shumë i jashtëzakonshëm, ajeti në surën Al-Maida, ajeti 3, ku Zoti i Madhërisht thot kështu: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Që në përkthim kjo është një ajet i jashtëzakonshëm, vëllezër të nderuar. Ajeti me cilën është përmbyll shpallja, Kurani famlar, ku Zoti i Madhërisht bëhet vërtet sot ja u përsosa fen tuaj, e plotësova ndaj jush dhuntin time dhe zgjodha që Islami të jetë fe e juaj. Pra, ky nuk është vetëm një ajet, po është një shpallje e plotësimit të fesë, që Allah i Madhërisht i ka informu nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam musliman se me këtë ajet po plotësohet Kurani dhe po plotësohet feja, dhe ajet i cili pra tregon edhe përsosjen e Islamit, po gjithashtu edhe veçimin edhe plotësimin e begative që të Allahut të Madhërisht ndaj umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pjesëtar të cilit jemi edhe ne në përgjithësi. Për këtë shkak, edhe që kjo sot që ka thonë Allahu i Madhërisht al-yawma, po thot transmetohet në një hadith të saktë, në një ngjarje të saktë nga Omeri radiallahu ta'ala anhu. Kjo ka ndodhur më vonë, masi që ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mundet me qenë posaçërisht kur ka qenë khalife i muslimanëve Omeri, një hebre i drejtohet Omerit radiallahu ta'ala anhu dhe i thot: tek ju në librin e juaj, pra në Kuranin famlar, gjendet një ajet, një fjalë, një fjali dhe i referohet këtij ajeti, thot: po të ishte në librin ton ky ajet,
atëherë ne do ta shpallnim atë ditë në cilën do të zbritej ai ajet fest. Do thotë diçka e jashtëzakonshme, diçka e veçantë. Edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu thot për Zotin, thot e di për cilin ajeti ka fjalën, është ajeti ky. El-yawma akmaltu lakum dinakum, pra ajeti që tregon për mbylljen e fesë, po gjithashtu po thot e di edhe kur ka zbrit. Dhe kjo ka qenë në ditën e Arafatit, që është dita e 9 e Dhul-Hijjes, pra dita para Bajramit. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Arafat, aty ka zbrit dhe vërtet ka qenë edhe është një ditë e jashtëzakonshme, ashtu që do ta shtjellojmë tutje, po du me përmend që kjo fjala el-yawma që po thot Zoti i Madhreshëm sot i referohet kësaj ditës së Arafatit që është brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes. Pastaj vërtet brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes gjenden edhe ditët në të cilat pra bëhet edhe haxhi për besimtarët në përgjithësi, qindra njerëz, qindra besimtar, mija, madje miliona besimtar nga anë e kënd botës synojnë udhëtimin për në shtëpinë e Allahut Madhreshëm në Mekë, në Qabe, dhe aty shkojnë njerëzit të cilët pra pavarësisht ngjyrës së lkurës së tyre, apo pozitës të cilën e kanë, apo pasurisë të cilën munden me posedu, të gjithë dhe të synojnë këtë vend të Allahut të Madhreshëm dhe mblidhen aty, bashkohen të gjithë së bashku, pa dallim dhe pa ndonjë synim apo interes të kësaj dynjaje, nuk bashkohen për tregti, nuk bashkohen për politik, nuk bashkohen për parolla të ndryshme apo synime të ndryshme të kësaj dynjaje, por synimi i tyre i vetëm është mi u përgjigj ftesës dhe thirrjes së Allahut Madhreshëm, duke thënë labbaik Allahumma labbaik, dhe përkthimi po të përgjigjemi ty o Zoti ynë, po të përgjigjemi, pra i përgjigjen thirrjes së Allahut Madhreshëm, krijuesit të tyre në këtë vend të shenjtë, dhe kjo ndodh kur brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes. Pastaj vërtet brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes gjendet edhe kjo ditë e Arafatit, të cilën e shpjegum se në këtë ditë ka zbrit ky ajet i jashtëzakonshëm, dhe dita e Arafatit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është dita më e mirë në cilën mundet me lind dielli. Pra nuk ka ditë tjetër gjatë tërë ditëve të vitit më i vlefshëm se dita e Arafatit. Prandaj edhe në këtë ditë haxhiler të gjithë të veshur në ihrama, me një uniform, pa dallim, që është thamë pak më herët, pozita apo pasunia, të gjithë së bashku gjatë kësaj dite të bohen në kodrën e Arafatit, aty mblidhen të gjithë haxhilerët dhe i drejtohen Zotit Madhreshëm prej pak para kohës së drekës deri në perëndim të diellit, duke i drejtuar duart ka Zoti i tyre, krijuesi i tyre, dhe duke lutur atë me lutje të ndryshme dhe të shumta, të jashtëzakonshme. Pra kjo realizohet brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes. Pastaj edhe ne, të cilën ndoshta nuk kemi pas mundësi, apo nuk ata njerëz, ata besimtarë që nuk prezantojnë në këtë kohë, do thotë haxhit në këtë vend të Arafatit, e kanë mundësi që në shtëpitë e tyre, në vendet e tyre me ju drejtu Zotit Madhreshëm me lutje të ndryshme, të shumta, po gjithsesi edhe me e agjeru këtë ditë, për arsye se po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresoj tek Allahu i Madhreshëm se kush e agjeron ditën e Arafatit, që është dita e 9 e Dhul-Hijjes, një ditë para Bajramit, Allahu i Madhreshëm të mi fal gjunahet e vitit kalum edhe vitit që vjen. Pra po e shohim vlerën e agjerimit të kësaj dite dhe ta keni parasysh. Pastaj vëllezër të nderuar, brenda këtyre 10 ditëve të Dhul-Hijjes gjendet edhe koha në cilën ne e therrim kurbanin, që është dita e Kurban Bajramit, dita e 10 e Dhul-Hijjes, pra një ritual, një adhurim me cilën ne therrim kurbanin dhe shpërndajmë mishin atyre njerëzve nevojtar, ata të cilët kanë nevojë, edhe ju ndihmojmë dhe manifestojmë solidaritetin dhe afërsinë me ata nevojtar dhe ata të varfër në përgjithësi. Pra këtu ishin vetëm disa nga veprimet edhe punët të cilat e bëjnë të veçantë këto 10 ditë të Dhul-Hijjes, që për të cilën thamë edhe në fillim, shumë prej muslimanëve fatkesisht nuk ja din vlerën e tyre, nuk e din se çfarë kanë në dispozicion dhe çfarë shansi e kanë, por e lajnë që të i kaloj, apo fatkesisht ndoshta
e bëjnë që këto ditë ti kalojnë sikur me qenë spektator edhe me i këshyr, edhe dikush me ba ndonjë vepër aty këtu, po jo, besimtari i cili është i sinqert, edhe don edhe synon me arrit mëshirën e Allahut Madhreshëm, nuk duhet me qenë nga këta njerëz, po duhet me qenë nga ata të cilët vërtet mobilizohet edhe jap mundin e tij për me dhanë sa ma shumë me ba vepra të mira, shtrohet edhe pyetja çka të bëj dhe cilat janë ato veprat të cilat duhet me i ba unë për me kanë prej atyre që e arrin mëshirën edhe shpërblimin te Zoti i Madhreshëm. Dëgjoni vëllezër të nderuar, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ma min ayamin, nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë, nuk ka thënë namazi, nuk ka thënë agjërimi, nuk ka thënë kurbani, nuk ka thënë me bë haxhin, vepra e mirë. Në mos çdo vepër e mirë, pavarësisht çka është ai, a është namaz, a është agjërim, a është sadaka, a është fjala e mirë, a është të thotë ndihmesa dikujt, pavarësisht çdo vepër e mirë që ti mundesh me bë brenda këtyre 10 ditëve, domthon e bën për arsye se vlera e tij i ngritet më shumë se sa ditëve tjera të zakonshme të vitit. Dhe këtu qëndron edhe urtësia e krejt kësaj, për arsye se në Ramazan, për shembull, në këto 10 ditë e Ramazanit, e veçanta çka preferohet edhe vlerësohet me bërë leximi i Kuranit, pastaj falja namazit natës edhe me arrit natën e kadrit e kështu me radhë, po në këto 10 ditë të Dhulhijhes çdo vepër, çdo gjë që e bën edhe synon me arrit kënaqësinë e Allahut Madhreshëm, kish përblim tek Allahu i Madhreshëm edhe e arrin atë. Prandaj kjo është veçantia dhe kjo është mundësia, madje edhe lehtësia për secilin prej neve me bë vepra të mira edhe me e arrit këtë kënaqësi edhe këtë shumë fishim të vlerës së veprave brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes. Vëllezër të nderuar, vërtet ne në këtë dyna jemi udhëtar. Secili prej nesh është duke ecur drejt takimit të Allahut Madhreshëm. Dhe dikush prej neve mundet me qenë fillim të rrugës, dikush tjetër me qenë mes, dikush ndoshta me qenë shumë afër përfundimit të këtij rrugtimi, edhe mos me ditë se është kaq afër. Po sidoqoftë, vërtet ajo çka është e veçanta është se kur vjen momenti i fundit për secilin prej neve, kur mbyllen syt, edhe kur nalet fryma, edhe kur e dorëzojmë shpirtin Allahut Madhreshëm, atëherë nuk mbetet gjë që mundesh me bë më edhe me arrit për veten tënde. Prandaj edhe pendimi i shumicës së njerëzve kur vjen ky moment është ja lejtani qaddamtu li hayati. Përkthimi ka me thonë o kuku për mu, sikur të kisha dhënë, të kisha kontribu ma shumë për jetën tem, sa kam qenë gjallë, sa kam qenë do thot i aftë, të kisha dhënë ma shumë, të kisha kontribu dhe të kisha punu ma shumë. Domthon ky është pendimi të cilën me cilën do të ballafaqohen shumica e njerëzve si rezultat i asaj situate, për arsye se aty përfundon shpresimi, aty përfundon dëshira, aty përfundon edhe prolongimi i gjërave, hajtë se i bëj ma vonë, për arsye se aty mbyllet defteri për secilin prej neve. Dhe i shpëtuar është ai i cili me kohë e ka kuptuar këtë rrethana dhe këtë situatë, edhe ka dhënë mundin e vet para se me ardh ky moment ku s'ka më kthim mrapa. Lutim Allahun e Madhreshëm na bën nga ata që vërtet e arrin që ta tejkalojmë këtë test, këtë sprov të kësaj dynjaje me nota domthon të kaluese e asesi ndryshe, për arsye se na deshëm apo nuk deshëm, vëllezër të nderuar, duhet ta dimë se në këtë dynja jemi në një lloj prove, në një lloj testi, dhe ende nuk janë marrë letrat prej neve. Ende kemi mundësi me u përgjigj, me shkru dhe me evidentu edhe me përmirësu veten tonë, edhe në atë moment që na mirën letrat merr fund çdo sen, edhe i shpëtuar është vetëm ai i cili ka arrit me plotësu atë letër, atë pjesë, atë jetën e tij ashtu siç duhet, përndryshe të tjerët do të pendohen ashtu siç e kemi përmendur në ajetin e mësipër. Lutim Allahun e Madhreshëm na bën nga ata të cilët vërtet e japin kontributin dhe mundin e tyre në çdo kohë, e posaçërisht në këto 10 ditë të Dhulhijhes, pra i kemi edhe 2-3 ditë para vetes,
pastaj futemi në këto ditë e Allahu i Madhreshëm të na bëjnë nga ata të cilët vërtet e shfrytëzojnë me sinqeritet këto ditë dhe bëhet sebeb pastaj edhe të na hapet mirësia edhe rruga e hajrit në jetën tonë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون